bërë diferencën aty në vendin që i takon. Mirëmbrëma Gjoka, faleminderit për prezencën tuaj. Mersi për këtë ndërhyrje. Ndjes sepse di që jeni në një moment jo të përshtatshëm në kuptimin e angazhimit që keni pasur dhe lodhjes, por gjithsesi besoj që i shërben të gjithë asaj që ne po trajtojmë. Së pari, urime dhe suksese për këtë arritje. Si është pritur në kampin Korçar? Më falni për një gjë, nuk e dëgjoni. Mund të ngrihet pak më. Po, tani besoj do jemi më mirë. Na dëgjoni? Po. Okej. Urime dhe suksese për këtë arritje. Si është pritur në kampin Korçar? Sigurisht është një pritje shumë e mirë. Unë mendoj që Skënderbeu e meriton të jetë në Superligë. Skënderbeu ka disa vite që nuk ka qenë aty ku duhet për shkak të disa situatave. Sot Skënderbeu është në Superligë dhe besoj që në vazhdim në vitet që vijnë unë mendoj dhe besoj që Skënderbeu do jetë një klub elitar i futbollit ashtu siç ka qenë para shumë vitesh. Në fakt, që në momentin e parë që ju morët drejtimin e Skënderbeut, besoj që si trajner me eksperiencë në lidhjen e futbollit shqiptar keni pasur dhe ju ato pyetjet tuaja në mënyrë që të pranonit për të marrë një ekip ambicioz apo jo, dhe kështu rezultoi. Sigurisht, në momentin që jam afruar Skënderbeut, ishte një moment i vështirë për sportistët. Me besim të madh të gjithë bashkë, bashkë me presidentin, menduam që ndoshta mund ta kalonin të handikapin e momentit të vjeshëm. Nuk arritëm të ta kalonim, sigurisht që ky vit ishte një vit i vështirë. Ishte vit i vështirë dhe mendoj që Skënderbeu në meritë është të është sot dhe bravo dhe meriton këtë pjesë. E qartë, mendoj që është herët patjetër profesor, po ja lejoj vetes për ta bërë këtë pyetje dhe përfitoj nga rasti që ju kemi në këtë intervistë. Se janë edhe 2 ndeshje tjera për të luajtur dhe sigurisht që ju do të respektoni garën deri në përfundim edhe pse matematika ju ka kaluar tashmë në biznes superiore. A ka një vullnet mes palëve jush dhe drejtuesve të klubit për ta vazhduar këtë projekt në superiore, nëse mund të na zbuloni ndonjë detaj sa juve mendoni? Mendoj që është herët akoma, ne jemi në garë, nuk kemi bërë vetëm 50% të punës. Dhe pas parasysh që kemi bërë vetëm atë që kishim marrë të sipër, atë detyrë për ta sjellë në Superligë. Tashmë edhe 2 ndeshje. Janë 2 ndeshje që ne mendojmë dhe besoj se do të riftuar këto 2 ndeshje, meritojmë të jemi vend parë. Sepse kemi 9 muaj që jemi në këtë kampionat kaq të vështirë, të specifik dhe ndoshta mund ta dinte njëri nga postuarit aty se çdo të kampionat. Është një kampionat shumë i vështirë, shumë i stresuar, shumë i luftuar dhe për shumë herët për gjëra të tjera. Si kundërthamë edhe pak më herët që përmendëm ke pyetje. Ja, ta ezauroj këtë